shake pun me mu, as në toke, as në qenë. Patriota, minro patriotesha, minro majliro, Pelasgo, Dardan, poshimi edhe sonte, si çdo na tjetër, kam Janis Babiko. Këto 25 vjetë të fundit pyetja kryesore u kon, a ishin Ilirët për para, apo ishte Hajnia para? Domthon pyetja, afirmohet në embrion se pari intuite Hajnis të Iliro Pelasgo Dardanët, apo shpirti? Por Iliro Pelasgo Dardan këto dytë vikendit e shfaqën të zgjedhën ato. U patën put Babiko, s'na e koj kena të kon koalicionin PDK LDK që po vjedhin këta, thëshëm unë miku pi kam mësu me vjetë zoti vraf. Ta njerët koalicioni AK, LDK, edhe në atë ko, Babiko, jo, mas pari kon LDK, AK, tani, u përzi, Babiko, me kitë vend, Babiko, për ti ku që ka pruajnin. Po, që shtu përzin të rëndë. Po, mas po, futja, Babiko, së të moca e kuca, këtu si dijet, Babiko. Patriota, 25 vjetë mas lufte në përstutit televizive, që 25 vjetë, ojë fut, Babiko, hajnë ti, jo hajnë ti, jo ti ke vjedh ma shumë, jo e hajnë ti, jo e hajnë ti. Iliro Pelasgo Dardan, tash mo puna Hajnis Babiko, me qëto zgjedhjet e fundit, me vendimin e KSS-s për rinumrim në 10 komuna, është dëshmu që Hajnia mo Iliro Pelasgo Dardan naf ka po rutin. Do më që shtu ka thonë plest, a i hojni kur mësot hajnë Babiko, fillon me vjedhe dhe shpinë e vetë, se ju ka po shperhi Babiko, sun rrenë, fillon me vjedhe dhe vetën Babiko, i nëzjerë 5 euro, jo 5 euro si kena se s'ju se mujt hajre doft, 1 euro i nëzjerë pikulete dhe fillon me vjedhe vetën, ku përmerë Drenica, seminerë dorë kënena. Iliro Pelasgo Dardan, jënë kërit patriota, filloj rinumrimi Babiko, ishin skro pitu i vjedh njoni tjetrin. Pif, ti Babik ishin bo. Para me ndo Babiko një moshkull, që e vjedh shpinë e vetë. Vlohën e vetë partis, nënën parti Babiko, qka ti po na i shtetit Babik, a? A muni para me ndu njerin që i ka vjedh votat e kolegës vetë, e vlohët vetë politik, e pashtuftarit vetë politik, e vlohët partis, që e vjedh vetën Babiko, qka ti po në shtetit aj. Para me ndo kur ja ka bo zemra, kur zemra ja ka duru, kur e ka bo me vjedh vlohën e vetë, qka ti po na i Ministrisë të Infrastrukturës? Ta vjedh krejt asfaltin. Aj që ja ka vjedh votën bashkëpartioku tina, që prej ditës por kur kanë qenë aktivist me këpuca qkyme, me brek sari e për mas, sari për para Babiko, ja ka vjedh atina, qka ti bona i Ministrisë të Kulturës? Ta zhverë Babiko. Hajni vetë vendosje, hajni PDK, hajni LDK, Teramushi, patë dhe Teramushi, hajni na kë Babiko. Me ftyrë kam pështu vetë PSD-këja. PSD-ja bili nuk mërë në zjedhe, Babiko. Këta s'kam posë kënë me vjetë zinojtë, s'kam marrë pjesë në zjedhe. Iliro Pelasgo Dardan, tash mo, hajde Francesc Mirë Sersivera, tash mo, prej sotit, Babiko, prej këtyne zjedheve, Hajnia, na u ka bosh prej. Duhet më mësu mërnu me to. Bili propozoj kryetarëve të komunave, emrat kryesor të sheshëve, milon emrin Hajnia. Pse më zbjalo, Babiko, tash më s'ka dyshim, tash më s'ka dilema, që ka parti pa vjedhje, hojna ata, Babiko, dullën, ju si për shpi fidoni, po dullën, Babiko, Babik ishin skropit të ma vjedh njoni tjetrin. Jënë bohelos, Babiko, para me do Babiko, ndorët kujna kena met. Oj, modhi zët, ruje kitë shtet, ruje kitë liri, hatri sabive dhe hatri i gjoku derdhen. Se sa për qita, Babiko, s'ki shka thet, a mund është mja besu qeverin e shtetin, dikujna, një partije, një deputeti, një kandidati, që e ka vjedh vetën. Që e ka vjedh votat shokut vetë. A, Francesca, mund është mja besu. Ku më i me të besu ty, kur të tojnë shpistoni ka vjedh Francesku? I ka vjedh Franka të vlau që i ka qupi Zvicre. Runa zët, qysh me po Francesku në arkator të punës? Ta vjedh, Babiko, të lep pa pik roge. Nesë të shkojna me lojmi në fundit. Lojmi i fundit në këto momente është vendimi zyrtar i KSS-s. KSS-e ka marrë një vendim. Vendimi kryesor para një ore zyës ishte që KSS-e merë vendim. Gjithë Kosova shkon e rinumrim. Hajde, Babik, për hajrë. Po që shko, kam vjedho, Babik. O, Babik, kam e të metë Prizrenit 0. Prizreni i shqiptarve, kryqiteti i shqiptarve, ishin skropit të ma vjedh njoni tjetërin PDK-ja, ishin skropit të ma vjedh njoni tjetërin LDK-ja, ishin skropit të ma vjedh njoni tjetërin vetë vendosja. Babik,
në kryes qytetin e shqiptarëve. Qa ty, babikon, te lidhja e Prizrenit, 2 lidhjet kryesore të shqiptarëve, në qytetin historik, mi kam prek votat e njëri tjetrit. KSZ-ja ka marrë vendimin i numru. A, babiko, tash më luhet loja, tash hin konspiracionet. Momentin më të mirë, po thojnë, meri numrim, deri ka gjysa shkurtit, nuk arrin me u numru. Tash para me do musunioni ma në kumë pëzapë. Qysh pibjen? Dikon rastin më të mirë, deri të fundit shkurtit, nuk ka certifikim zgjedhjeve. 5 ditë na jesin me zgjedh presidentin. Nëse deri me 5 prill, në ora 12 natës, nuk jena president, veni shkojnë në njerën zgjedhje të jashtëzakonshme. Për këll me donë me votua, babiko? A? A e shurdhova mikrofonin, babika, qa bo? Bërtitat modha? A? Jo, pisho pizerimit. Mirë ko ka puna. Shkojna me lojmin e rodhës. Lojmi i rodhës, ko të bëj? Kush? S'pa thëm pi liderve ka vjedhë. Kujna i kanë qitë mas shumë ti lidert. Po dhe me 5 mars, Elvir, se qa thash, me 5 shkurt. Jo, në fund shkurtit certifikimi, unë me dota këmë problema, biko. Me 5 mars, në ora 12, nuk zgjedhet presidenti, dhe një shkojnë në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Shkojna me lojmin e fundit. Lojmi i fundit ka të bëj kujna prej se për kryetar nuk bën me thonë si kanë vjedh vota. Me qëllim adin, ja kanë qitë, si ju ka kojtë zamra, babiko, liderit, kur si asë qëtë votin liderit, kujna e qëtë? Kujna e qëtë votin? Nuk është e vërtet që kanë vjedh liderit. Këtu, babiko, kanë vjedh antarësia, babiko, a dëmën komisioner kanë vjedh për deputet, te liderit të tërë babet. Kujna i kanë dollë vota ma të vjedhuna deri si tash. Vist për me konë korekt. Për me konë korekt, prej so kutive ju nëmru deri stash për mju kalzum pej 624 vend votimeve procesumes që ju nëmru, që kjo është rezultati. Për Albin Kurtin kanë dollë 126 votat vjedhuna që i kanë vjedh për Albinin, KSZ tash ja ka hek, 126 vota. Do me thonë, 126 vota jënë vjedh për Albin Kurtin. 126 njerës ju ka hek vullneti i tyre. Ata kanë votu mrena vetë vendosjes, për ta e kanë qitë votin Albinit. Ata se kanë dhënë votin Albinit, apo kupton, Francesc. Prindo mon Albin Kurti me votat vjedhurat të lidert. 126 votat vjedhuna për Albin Kurtin. Këtu dalën të PDK-ja. Ja, o zemrën. Këta të PDK-s babiko i mësu me dhe të ndera sa u konë asfalt. Ziname babiko, s'ka faj pasha ropë. Bedri Homzës ja kanë vjedh 61 vota. Peri numrimit, Bedri Homzës ju kanë shtu 61 vota, apo mërvesh, Francesc? Ja kanë vjedh votat kryetarit. A pe kuptën, Francesc? Jo, Francesc, kur i kanë numru votat, ta Albini kanë shtu, pa e pos, ja kanë shtu 126 vota. Tash me rinumrim ja kanë hjek 126, po, tash 126 vota do thot ju mbjedh për Albin Kurtin, apo kuptën? Bedri Homzës partia ja ka vjedh 61 vota. Tash ju kanë këthi votat, apo kuptën? I vetë minerin këtë proces që është dëmtu, është Bedri Homza. PDK-ja, ja ka vjedh votat Bedri Homzës. Apo kuptën? A jo mi qartë? A? Jo mi qartë. Dumon, apo kuptën? Për Lumir Abdizikun, 7 vota. 7 vota deri 100 konsiderot që është gabim teknik. 7 vota i kanë vjedh për Lumirin, 7 aty kanë jek. Mas pokti prin Rushi, general Ramush Haradinaj, 3 vota, babiko. Që kjo statistika e votave të vjedhuna cilat sot e këna nëzirë me ekipin tem, deri që tash, për këtë kutive të numrume, 126 vota kanë qenë vjedhuna për Albin Kurtin. I kanë vjedh, ju kanë hjek, e Bedrin e kanë vjedh partia, tash meri numrim ju kanë shtu 61 vota, zinavë, babik, sforencë ta PDK-ja. 7 vota për Lumin, e 3 vota për Ramushin. Qa mi u thonë ka 3 vota? Qërë të vetë vendosja, babik, po më dhamë shpirti se këmë folë shumë, këmë bërtit 5 vjetë, poshtë ashtë më thosi, s'këm lonë njeri pasha. Ja, se thrasë, babik. Ja, babik, mos, ja, mësë më shtivë, ja, s'ka vidal, ja, për s'moj. Ja, babik, së është të vërtet, ja kanë qitë me qëllim. Unë jam i bindu që këta komisioner të LDK-s, ja kanë qitë Albinit, ose të BDK-s, ma në qëtë Albini po vjetë. O, jo, vish, o, njeri, s'to t'i dhanë, kush ka pagu opozita, apo? Së është të vërtet, po nuk ka vjedh Albini, babiko, këto ja kanë qitë votat komisioner të PDK-s, me thonë Albin Kurti ka vjedh votat ma shumë sena. Së është të vërtet. Së është të vërtet, o njeri i Sërbis. O njeri i Sërbis. O Francesc. Bëne amrin Milerat, bëne, shko bëne Milerat, s'po t'vjen more. Dhes një dritat. Dhes një dritat. E, babiko, në këtë proces, ka doli Superman.
Nuk jenë as 100 vota, nuk jenë as 1000, nuk jenë as 2000 vota, nuk jenë as 3000 vota, nuk jenë as 4000 vota, Francesc. Drenica nuk jenë as 5000 vota. Kër e vëtësh i Drenica 99% për dëkën e amon, men, nuk është as ajo. Janë 6000 vota të vjedhuna për një person. E rekordi këtyne zgjedhjeve, të shohëm tash kur shkon Kosova në rinumërim. E rekordi këtyne zgjedhjeve është kandidati i PDK-s. Këta PDK-ja babi kur hin, ja hin ollim babi ko, ja hes. Ca ta m'pilqen babi ko. 6000 vota! Kush është supermeni heroi këtyne zgjedhjeve që prin me votat cilat ju kanë hjek? Feta Pasarizi, o feta. Fetoj shkon drejtër i teatrit kombëtar, i teatrit qytetit Prizrenit. Feta Pasarizi, kandidat i PDK-s për deputet, i ki ju këshin shtu, ju kanë hjek deri stash 6000 vota. 6000 vota, babik. A po kupton, Francesc? 6000 vota ju kanë shtu fetohet ma shumë. Tash me rinë umrim ju kanë hjek 6000. A po kupton? Ky është rekordmeni. Mone, men këtë emën, o feta ta homsha zemrën. Pashat madhin zot nëse ti kush mdhimet të zgjedhje ti. Ti pas ke pas me pas perspektiv, kozat jashtëzakonshme politike. Te ke funit fetao, kur s'ka vjedhën këtë shtet? Kur s'ka vjedhën këtë shtet? Kur s'ka vjedhë o babiko? Moca e kuca kanë vjedhë. Qenë 6000 vota, ajde ti e ke shkel vullnetin në demokraci. Njerës tu kanë vjedhë o sfolta, o feta, o koken larkë feta. Mos u dërzo feta, pas ke pas me pas perspektiv të madhe politika. Te ke funit e han ti burm, se mos po t'jojnë ministrat, e zamins ministrat, që i kanë vjetë kanë 20 milion, feta bashkë ndjej me ty vlau jam. Ke zboll, 6000 vota, po nashtë e kje dhe zhokë në, me ta kanë qitë votën vetë. Fetohi ka reagu për thot, nuk kam pasur as një ndikim këtë proces, dhe distancohen plotësisht nga s'do kes përdërim, apo manipulim që mund të jetë bërë në emrin tim, ose në dëmë të votës e lirë. Fetohi. A bi besoni fetohit? Tash unë s'pa thëmë babiko. Francesc, a pi beson fetohet si 6000 vota, po thëtë s'kom pas pik ndikimi? Ajo. Drenic? A, që Drenica, që PDK-ja me njerësa. Po thu babika, qerin e mira. A babik? Me qera, me tahmin, a? Që këtë tahmini babik që 25 vjetë në ka prujstu ku jena. Tahmin babiko, kryeministri. Tahmin ministri infrastrukturës, me tahmin Elektrokosovën, me tahmin ato, që ata jena 25 vjetë që të ku jena. Iliro Pelaz Dardan, qa mi thonë, këto momente, po motë dhe mbledhja LDK-s. I kam mbledhë zëtë kryetar të Lumir Abdiziku, deri këto momente nuk jenë asë një zhvillim, jenë him rana LDK-ja, metët më pas që ka pëndodhë. Shkojnë edhe me një lajmë për çështën e vjetëve të votave. Ka reagu deri stash Lumir Abdiziku. Lumir Abdiziku ka thonë krejt hojna du të me shku në burg. Ka reagu Bedri Hamza. Bedri Hamza ka kërku qysh dje rinumrim të votave. Por kemi heshtje të Albin Kurti të televizit të ndosje. Shpresoj edhe besoj që zoti Kurti nuk e din s'ka ka bova ki, Francesc. Se me bo me dit Albin Kurti si ka hojna në parti, babik. O më short, babik, vetën e mytë. Nuk, për që ata për thëmë, nuk be, jo ishin skropi të vidh vetën, o Francesc. Tjertë kanë vjetë për takë, jo. Se vetë vendus. Ishin skropit. Fatkeqësisht deri si tash për vjedhjen, do me thonë, mbytjen e vullnetit të demokracisë, mungon vetëm reagimi kryeministrit Kurti. Shpresojmë që kryeministri Kurti, unë besoj fort, që kryeministrit s'kan guxuar as mi kallëzu, mi thonë që ki njerëz në parti tone që e kanë vjedh votën e qytetarit. Nuk du me besu dhe jem shumë i bindun që kryeministri Kurti nuk e din, edhe tutën mi kallëzu që mbrana partisë vetë ka njerëz që i kanë vjedh votat e njëri tjetrit. Se tek e fundit ku jesin tjerit Astrid Deharit. Kush pikë tyne djemve mundet me shku të vori Astrid Deharit. Ku jetë gjaku i herojve që ka luftu kundër sistemit kalun politik. Nuk du me besu që Albini e din që i mvidh votat e po hesht. Sepse heshtja është aprovim. Aprovimi është pranim. E pranimi do të thotë që të bënë të ty përzes. E përzesia do të thotë që dhe tje ka pak a marakli. Iliro Pelaz Dardan shkoj me reagimin e Lutfi Azirit. Lutfi Aziri po thot organet në kryetari po LDK-s deri në këto momente, se në pas mbledhjes s'ka s'bova ki. Në LDK s'ka s'bova ki. Aty pambiko, hi njerëz normal, hi që janë tari thjesht, veç kur del si kryetar, si djetë, këtë gjavis në LDK ndodhë. A më kupton.
organet e rendit duhet të atojnë deri në detaje këtë me makinerit të vjedhës e vullnetit të popullit. Lavdiu qoftë Marzia, Lutfi Aziri. O, tyve, luto, mirë ty se s'këshin dollë votat vjedhë, po ty ishin skropit bambikë dhe ty ishin skropit të vjedhë. Hajmë me detaj. Një pyetje kompatriota, qa mi u thonë o bambikë, para me ndoni njerës që votohen me shkun templën e demokracisë. Aty ku hartohen lizet, aty ku bon lizet për misqenin, për e curin e shtetit, aty ku nëzitën temelet për me mbrojt shtetin. Ata njerës që dojnë me him me mbrojt lizin, me bo lizin, me bo shtetin, dalin që i kanë vjedh vota, e kanë vjedh njoni tjetrin. Fakit që kanë bo, më falni, kërkoj falje, që kanë bo ata me njoni tjetrin. E kanë vjedh vullnetin e shtetarve, e kanë vjedh demokracin, e kanë prek drejt për drejt gjakun e dëshmorve. Gjaku që derdh për këtë venu, derdh për demokraci, për liri. Demokracia e liria. Liria përfundon kur cenot liria tjetrit. Unë dalë, votoj, kom drejt garantume. Garantume me votu, është amaneti vetëm që i kom si obligim si qytetar, si tutë si mikë, më qegranë, më blacë, më tetash, i vetë mjak patriotik është vota em. Edhe që aty me të prek, kjo fletë shumë patriota. Tash mos ka dilemë që hajnia është bo, jo trend, po hajnia tash mo bashkjetën, bashkjet me cilin subjekt politik. Hajnia tash mo është shoku maj ngushti politikanit. Hajnia sëd është miku, nusja, burri, gruja, vlau, asistenti i politikanit. Mos rofsha, mos skofsha në kurin e tyne. Më kishë ardhë marrë më shumë saba. Më kishë ardhë marrë me dollë para fëmive. Më kishë ardhë marrë me dollë para pasyrës. Më kishë ardhë marrë babikëse në përvjetore si të lëbëri politikanve bujnë një zy me dollë për para vorëve dhe shmorën bëna e fotografi. Helbete me kap në e votë. Që është ataku ma serios, mbaj madhë që ka bo shtetit, shtetësisë Kosovës edhe zhakut për liri. Vullneti, qytetarit, gjaku derën këtë dhemë për me pas të lirë vullnetin me bosën. Atë ko Serbijas në kalon, e më që dikush me vidhë vullnetin i qytetarit për interes personal, sinqerisht për thëmë ababik, më s'kofshin kurin e tyne. Qa ko profesori? Ja, Albinin s'kem që alidhëm, Albini jam i bindu që Albini nuk edhim, pse mi kalzu Albini që me mbërzitë, me bo mi thonë Albini që kam vidhë vota mes me vetë, vetë vendosja babiko mbërzitet, i në frakt merë. Nuk, i pushkaton babiko, veç kur qoshën sabah gjelali me tokë pushkatimit u di pushkatu. Nuk besoj që edhin, amoni u koft, mos i kalzën një Albinit që në skërpit edhe me të vendosit të vjedhë. Ani me bo me marrë vesh, që i në vjedhë 175 vota për to. Desaj, jesëm pa Albi Kurtin. O, zotë mësele Kosovën pa Albinit. Amin. O, prof! O, prof! O, lëshëm në zonin. O, prof, fol. O, mirë mëroma, profesor. Mirë mëroma, djoli jam. Qa bone? Më zonë moment, kes emocional. Sot, s'pot këthena. Vërno, prof. Në ti për djoli jam. Qa se kërë të shumë marketing. Qaj dur për këtë? S'ka maltime veti, s'ka marrë, jam i... O, jo, bre, jo, për kështu si kur këtë lutesh. Se që ka ndodhe, profesor? Se që ka ndodhe, qaj dur për këtë? Ja, profesor, pa, dit, babiko, por që ki gjolle deku nash doja e mirë, babiko, se zakonisht njësre të si zoti, zdo më bo pjesën e dove të kësia. O, doja mirë, fidan, se o më lidhë, ja ka njësë më lidhë, ja, o, fidan. Për ko, për ledekon e kom partit zemrë, së një mërgoristi e din. Qa po bojmë? Qa me bo, visë kalëzëm? Unë e lutënja, ti të amin. Pa i tybe kum bo pak zinas sët, babike, kum rajt njonin, nja kum pos bërsh një 100 euro, ves. Na kem rajt që 25 vjetë edhe po lutëm, hajde djoli jem. Oto, zaj, hajde. Hajde, okej. Atja nisi. Nisja, profesor, vis po shaki gjolle dekun me bo, ma përvit su lutjen, e bojna bërlog. Nësë është e mirë, të mohon lutja në mirë në përgjithës me të dëkës, unë e boja amen edhe më pranohen lutjet. Vis që e shpija në marigonë më kamet halat, që është atë që, po, krejto, po vis që e më kamet. Se e djoli jem. Hajde. He mëre zët bashkoj ledeken. Amin. He mëre zët jepjat morën ledekes. Amin, ngom, profesor, ngom. Qëre, e kom një kolegë këto është katolik, të marrë dhe këto nga të vetit, që njonit pa ju pranu lutja nuk e len. Unë e muslimon, kjo katolik pa vez dikoj nuk e len. Hajde, Frances. Qëre, si ka shku për shëtë këja me vetë vendosin, mos është me neva, pishe? E, zëtit marrot, për një zefo dhe lanena, po kushe ka shu historinë e Pjetër Bogdanit. Ibrahim Rugova, kushe ka po katedralin. S'pat vjen marre. Jë mbok ta katolik tash me vetë vendosin. S'ka lidi, profesor, njësja dhe njëherë lojem.
Nisja. Hemër e Zot je pjatë morën ledekes. Amin. Hemër e Zot. Shtini mu dasht me zveti ledeken. Amin. Hemër e Zot. Nale interesin e grupeve të interesit me në ledekes. Amin. Amin. Ja, ljothet, thuj amin që shdojt. Amin. Hemër e Zot. Mos i le murrej me karikat ledeken. Amin. Hemër e Zot, largoj këtë karikat momente kritike për ledekes. Amin. Hemër e Zot, bënë ledeken me morë pushtetin. Amin. Hemër e Zot, bënë ledeken me dalë partia parë. Amin. Hemër e Zot, bënë hikmet e Bajramin kryetarit ledekes. Am shërdaf, shpurri plak, burë më preve në bes. Bani hikmetin, dili vidni vota, merja vë gjeneratës 3 votat, njëra lutë me marë pushtet, ju mi të shëllit e për para. Marët ko, profesor. Nalja profesorit, lutë shpëtim, ne më të pështimit të dëkës se vidni. Likë, profesor. Njëri dytë, abdi gjek. S'pat vjen mare, nalja profesorit, nalja profesorit. Shpëtimi LDK-s kënjena, pishe shfarjen, ta lutën e më të LDK-s me pështu LDK-n në fërsh aty t'i brun interesat e veta. Djem, shkojme marketing. Lever, burë, marketing. Pa ma, shumë zme krymi nervozë më shtinin, bo një bejë, burë, tha lutë, tha bo amin, më fund tha bo një hikmet e Bajramin. Hikmetin.